E tani miqtë të dashur, materialin të cilin do ta ndjekim bashkë në vazhdim ju jep më shumë detaje sa i përket partnerëve tanë në këtë udhtim. Bëhet fjalë për Turkish Airlines dhe As Travel. Historia e radhës do t'ju shpalos më shumë detaje se si është të fluturosh me një komoditet të plotë që ofron Turkish Airlines në business class. Gjithashtu do të keni rast të shihni edhe pjesë të business lounge nga Turkish Airlines. E ndjekim bashkë materialin e radhës me cilin do të mahniteni nga pamjet dhe ajo se çka servojnë Turkish Airlines dhe As Travel. Gjatë një viti të plot të gjithë punojmë. Punojmë që të arrijmë për të bërë një jetesë më të mirë. Mes tyre hyn edhe pushimet si një ndër faktorët më të rëndësishëm të fizikut dhe psiqikës njerëzore. Largimi nga pika ku bëjmë jetesën e përditshme për një horizont më të largët, duke i ofruar vetes privatësinë, dëshirën e shkëputjes nga çdo gjë e përditshme është pikërisht ajo për të cilën i presim pushimet e cilës do pjesë të vitit. As Travel është kompania që tek ne ofron listën më të gjerë të vendeve tropikale. Si e vetmja kompani që mbi vete ka ekskluzivisht hotelet më të mira në kontinentin e Afrikës dhe Azisë. Së fundmi në listën e gjerë të vendeve që posedon As Travel është shtuar edhe ishulli Mauritius, që ndryshe njihet edhe si ishulli i ëndrave. As Travel njihet edhe në Kosovë, regione dhe më larg për ofrimin e destinacioneve egzotike. Nuk është hera parë që bashkëpunoj me juve, ju e dini, ishim vjet në Maldivë dhe Sri Lankë, dhe si vjet në listën e destinacioneve egzotike kemi shtuar edhe Mauritius. Mauritius është një vend që ja vlen për të vizituar. Si zakonisht, As Travel përkujdeset të gjitha. Duke fillu edhe nga asistimi për vizën, për cilën kujdesim edhe ne, pastaj biletat, aeroplanit, transferet, akomodimet, varet prej konceptit që ju dëshironi ta zgjedhni. Kemi koncept që është me gjysmë pension dhe pensioni plot. Të thotë nuk ka asnjë gjë që ju mbetet juve ose klientëve që vinë për të kujdesur atje, për gjitha miremi ne këtu. Kombinimet që kjo agjencion ofron për klientelën e tyre ka bërë që të gjejmë diferencën e duhur në tregun tonë. Mbyllja në hotelet e caktuara, duke qëndruar pasje dhe duke mos bërë asgjë, ka nisë që shndrohet në monotoni tek pushuesit. Një ndër arsyet pse ne kemi shtuar këtë destinacion është se nuk është ofruar përpara nga asnjë agjencion tjetër, dhe në këtë vend egzotik mund të bëhen pushime të kombinuara. Gjitha varet nga dëshira që klienti ka për të bërë pushimet, nga ato më të qetat dhe me privatësi, deri te ato ku adrenalina është shumë e lartë. Normalisht gjithçka nuk është dhe vetëm pushimi si pika e fundit. Një hapësirë të veçantë për udhimet e largëta zë vende dhe fluturimi nga pika e nisjes deri tek ajo e aterimit. Nëse një udhim zgjat mbi 9 orë, si ky për ishullin Mauritius, ajo çfarë duam t'i ofrojmë vetes është edhe akomodimi në pikën e duhur për gjatë këtyre llojeve të fluturimeve. Turkish Airlines, si njëra ndër kompanitë më të rëndësishme në botë sa i përket linjës ajrore, ofron të duhurën për të gjitha shtresat e udhëtarëve, duke nisur nga klasi ekonomi, për të kaluar në klasë të parë e si e fundit business klasa. Ajo tek e cila do të fokusohemi mbetet klasi më i lartë, pra biznesi. Hapësira dhe akomodimi që gëzojnë në këtë pjesë të aeroplanëve definitivisht është pjesa që ofron luksin e nevojshëm për një pushim të mirë gjatë fluturimit duke mos e ndjerë për asnjë sekond lodhjen. Ushqimi nga kryeshefi i kuzhinës që servohet për gjatë 3 vakteve ofron pjatën e parë, të dytën dhe desertin që lesh mund të themi se nuk e shijojmë gjithkund. Pastërtia, qetësia, shërbimi i mirë janë gjithçka për kompaninë e fluturimeve që të ofrojë pagabime tek klientët e tyre. Nëse vendosni të udhoni me Turkish Airlines dhe të keni këtë klasë për gjatë fluturimit, ju garantojmë që nuk do zhgënjeheni. Zakonisht të gjitha fluturimet lidhen me Stambollit, e në disa raste pritjet janë më të gjata, e gjithashtu dhe për këtë pjesë është menduar shumë, duke ndërtuar CIP Lounge, me një hapësirë mjaftueshëm të madhe sa për të kaluar dhe shumë aeroporte anë mban botës. Turkish Airlines Lounge, në aeroportin Atatürk në Stamboll, është një ndër sallat më të mira në botë. Është e përqendruar në 2 kate ku ofron shumë pajisje për relaksim dhe argëtim. Ja vlen të keni pritje më të gjatë në zonën tranzit nëse kjo pritje bëhet në Turkish Airlines Lounge.
Turkish Airlines bën mbartjen e pasagjerëve në 298 destinacione në 120 shtete, përmes aeroportit Atatürk në Stamboll, edhe përmes 2 aeroporteve dytësore që janë në Ankara, aeroporti ndërkombëtar i Esenboas edhe aeroporti ndërkombëtar Adnan Menderes në Izmir. Njëri prej destinacioneve është edhe destinacioni i Mauritius, ku Turkish Airlines ka sponsoruar udhëtimin e famtripit cilin është organizuar nga Astravel. Pasi që në kthim prej Mauritius kemi 3 orë pritje, na është mundësu me pas qasje në CIP Lunch të Turkish Airlinesit. CIP Lunch i Turkish Airlinesit është njëra ndër lunchet më të mëdha në botë, ku edhe disa muaj më përpara ka marrë titullin si The World's Best Business Lunch nga Skytrack. Personat që mund të kenë qasje në Turkish Airlines Lounge janë personat të cilët udhëtojnë në business class, posseduesit e kartelës Miles and Smiles të Turkish Airlines me status Elite dhe Elite Plus, ku mund të ftojnë edhe familjarët e tyre ose një mysafir. Antarët me status Gold të kompanive aerore të cilët janë antarët të Star Alliance dhe posseduesit e kartelave Turkish Corporate Club. Kjo është një sallë pritje shumë popullore, shumë e zënë pothuajse në çdo kohë të ditës. Është hapur 24 orë në 7 ditë të javës për të mbështetur të gjithë udhëtarët, fluturimet të cilëve operohen nga Turkish Airlines. Në hyrje, në të djathtë është hapësira ku udhëtarët mund vendosin bagazhet e tyre. Janë me fjalë kalim të kontrolluar. Nuk ka nevojë për çelësa dhe bagazhi juaj është i sigurt. Në sallë është një zonë e gjerë me koltuke, tavolina dhe karrika. Në qoshe ndodhet zona për fëmijë dhe pjesa për videolojra. Në Turkish Airlines Lounge është një bibliotekë ku mund të shfrytëzoni gjatë qëndrimit tuaj në këtë sallë. Gjithashtu ofrohen lloje të ndryshme të gazetave, vendore dhe të huaja. Në qendër të sallës është ushqimi, ku servohen lloje të ndryshme të ushqimeve të sheshme. Mëngjesi përfshin omlete ku përgatiten sipas porosisë. Ka shumë gjëra të mrekullueshme tradicionale turke dhe lloje të ndryshme të ushqimeve nga vende të ndryshme të botës. Në të vërtetë, kaloni mëngjesin tuaj sikurse në hotele. Gjithashtu servohen lloje të shumta të lëngjeve të freskëta në pjesë të ndryshme të sallës. Gjatë gjithë sallës janë të vendosura edhe pije alkoolike. Një piano e madhe është e vendosur në mesin e sallës ku secili nga udhëtarët mund të performojë, por në rast se askush nuk është i gatshëm të performojë, piano është e instaluar në formë elektrike që të vetë performojë. Pjesa e poshtme e sallës ofron më shumë hapësira, ku servon ushqime të ndryshme. Ofron më shumë hapësira për pije të ndryshme, më shumë vende për të ulur, më shumë hapësira për fëmijë, madje edhe një piano të dytë. Shkallët që u drejtojnë në katin e poshtëm janë të mbuluara me globin e Turkish Airlines. Salla ofron edhe dushe edhe dhoma të gjumit. Qasja në dhomat e gjumit është e kufizuar për pasagjerët e mëposhtëm. Pasagjerët të cilët fluturojnë në business klase, antarët Elite ose Elite Plus të Miles and Smiles, antarët Gold të Star Alliance. Ky shërbim ofrohet vetëm nëse keni një fluturim të gjatë me më shumë se 8 orë, ose nëse jeni në zonën tranzit më shumë se 4 orë dhe nëse qëndrimi juaj nuk i kalon 7 orë. Kjo sallë është me të vërtetë një ndër sallat e preferuara të shumë udhëtarëve. Nëse nuk keni hyrë në Turkish Airlines Lounge, ju rekomandohet të përjetoni eksperiencën të cilën kjo sallë ofron. Tani zgjidhja ekziston për udhëtimet që shumicën mund t'i mundoj, që ato të kalohen sa më mirë e sa më komode. Timoni është i juaj, se dëshironi të jeni pjesë e kësaj apo jo.